gjëja më e mrekullueshme ishte supa e darkës ose ajo minestrone që thos italiani, që bënte nëna e cila unë ndërkohë thoshte shkoja në shkollë, baba ishte makinist punonte, nëna qepte dhe pastronte dhe në darkë supa e ngrohtë na mblidhte rreth tavolinës dhe ne duke ngrënë supën, duke bërë dikush me një fokaçe, dikush me diçka tjetër, rrëfenim në një mënyrë, pra bënim një terapi në grup duke treguar ç'e kishim ta kaluar gjatë ditës dhe askush nuk ishte që thoshte sa keq që ke bërë ose pse se bëre këtë gjë ose siç ndodh me prindërit që pse more këtë notë, ç'është kjo që ke bërë? Por shikonin shqetësimet që unë kisha tha, ose shqetësimet e babait që të na tregonte dhe dal nga dal ne kuptonim që ky raport ishte raporti komunikimit me dashurinë nëpërmjet pjatës së supës, avujve të pjatës së supës për të kuptuar që rrënjët e tua janë pikërisht ke pjesa më e rëndësishme që quhet familja. Gjë që ne pothuajse kemi haruar, marrim ushqimin e fast foodit dhe ndërkohë harrojmë që ndoshta edhe ajo trana e gjyshes na krijon atë traditën e bukur apo ato petullat për të ndonjë pranë njëri tjetër dhe për të dëgjuar fëmijët për shqetësimet e botës së brendshme, jo për faktin që kemi vënë përpara një detyre që duhet marrësh këto rezultate sepse unë kënaq e gon time.